Gjirokastra kanë nxjerr plot djem të mençur etj etj. Ismail Kadaren për shembull, edhe një tjetër që është në top listë. Ka emrin Enver Hoxha. Po. Dhe renditet Enver Hoxha i treti dhe arsyeja është se ka ndërtuar 750.000 bunkere prej cimentoje në një kohë kur vendi kishte një popullsi prej vetëm 3 milion për të mbrojtur nga ndonjë sulm i jashtëm. Kjo është një arsye sepse diktatori i Shqipërisë Enver Hoxha është renditur i treti në listën e 10 diktatorëve më të çmendur. Dhe më pas renditet ish diktatori i Republikës Demokratike të Kongos me një emër çuditshëm, do mundojmë ta them, Mobutu Sese Seko. Ai ndëshkonte këdo që i përmendte emrin në televizion, radio, gazetë apo kudo qoftë. Domethënë emri i tij nuk duhet të përmendej. Nuk duhet të përmendej asnjëherë. Si emri i hyut, kështu që çifutët për shkakun nuk e zinin emrin e Zotit në gojë sepse ishte prandaj thuaj vetëm ai që është aty. Dhe në vendin e parë është renditur ish diktatori i Turkmekistanit me një emër Saparmurat Niyazov. Thuaj mirë. Saparmurat Niyazov. I cili i emëronte muajt dhe vitet sipas emrave të familjes së tij. Ai gjithashtu dënonte çdo që vendoste flori tek dhëmbët, si dhe çdo njeri që sinkronizonte buzët me këngëtarët në koncerte. Pra nëse të pëlqente një këngë dhe ti filloje 9Z e këndoje, dënoheshe. Jo, nuk ishte vetëm pusho, por nuk e di se mund të gjente tjetër. Kishte bezdim mbi rrugë. Këta diktatorët ishin shumë të çmendur sepse kishin, ky për shembull vendosi Altin, si kishte emrin ky? Ky e kishte Saparmurat Niyazov. Po satrap ishte, por edhe në formë pyetje edhe pohim. Satrap ishte ose si pyetje. Sa? Çuditshme ishte kjo punë e kësaj, që vendoste muajt dhe stinët, Ai vendosi muajt dhe vitet sipas emrave të familjarëve. Njerëz që kishte dashur tha, janarin do i quajmë Jeri. Edhe shkurrin do i quajmë Altin. Martin do i quajmë Olta. Edhe ndoshta kështu, da, sot ka 23 Olta. Nuk ndryshon. Iko dhe Altini. Kur mbaron të shkurti për shembull. Kurse një tjetër në këtë listë që po lexoja ishte ky kishte bërë prerje parash sipas numrave të tij të fatit. Një ditë për ditë sa dëgjoni tha. Prerjet do të jenë nuk do të jenë për shembull 10, 20, 50 100, ku do të tash siç janë këto 5. Do jenë treshe. Ishin kështu, jo, numrat e vet parë. Ishte për shembull, kishte e them 17 lek, ishte një kartë monedhe 17 lekëshe. 92 lek. Edhe kartë monedha ishte 92 lek. E kupton? Jo 90 ose një rrumbull akose e 10-s. Po, ka pas sipas numrave të tij. Ishte 7 kështu dhe ishte pamundur të bëje në një pazar sepse nuk vënin dot kulturë. Ma dhe 92 thoshte ajo 3 bëri kjo do të jap 89, po qysh t'ja bëj unë? S'kam lekë. Kështu që më mirë, kemi futur edhe neve djalin ton. Enverin. Në vend të tretë. I treti në listë. Në një listë me idiotë të tillë, e kupton? S'është pak.